ish prezantuesja e njohur e radio-televizionit të Kosovës RTK, Lola Haradinaj, ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj një moment të veçantë nga jeta personale, duke postuar në Instagram një fotografi të realizuar në dasmën e vëllait të saj. Në këtë imazh, ajo shfaqet për krah bashkëshortit të saj, deputetit e njohur Daud Haradinaj, në një paraqitje që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe mediave. Ngjarja festive e cila u mbajt para pak ditësh, u shndërrua në një festë të mirëfillt elegance, ku çdo detaj ishte menduar me kujdes. Në qendër të vëmendjes ishin padyshim Lola dhe Dauti, të cilët u paraqiten me një stil koordinuar, klasik dhe një kosist modern, duke reflektuar një harmoni të dukshme, jo vetëm në pamje, por edhe në energjinë që transmetoni si çift. Lola Haradinaj, e njohur për sensin e saj të rafinuar të modës, kishte zgjedhur për këtë rast një fustan të artë me nuanca bronzi, që binte në sy për shkëlqimin e tij delikat dhe prerjen elegante. Fustani me model të hapur në supe i vinte në pa siluetën dhe tenin e saj të nxjerrë, duke i shtuar një dozë të ndjeshme femininitetit dhe seksualitetit. Por zgjedhja e kësaj ngjyre u konsiderua nga ndjekësit si një zgjedhje perfekte që thekson bukurinë natyrale të saj dhe jetë pamjes një ndjesi glamuri, pa qenë të tepruar. Aksesoret e përzgjedhur me kujdes, një çantë e vogël me zinxhir të artë dhe vath diskret, plotësonin pamjen me finesë, pa mbi ngarkuar. Kombinimi i elementeve të thjeshtë me detaje luksoze krijoi një paraqitje të balancuar dhe të kuruar deri në intasi, që është karakteristike stilit të Lolës. Në anën tjetër, deputeti Daud Haradinaj kishte zgjedhur një kostum të zi klasik të kombinuar me një këmishë të bardhë dhe kravatë të errët. Veshja e tij reflektonte seriozitet dhe pjekurinë që e karakterizon, duke ruajtur një stil të sofistikuar e një herësh të përmbajtur. Ajo që e veçonte paraqitjen e tij ishin syzet e zeza, të cilat i jepnin një prekje moderne dhe një nuancë misterioze tërheqëse. Çifti duke i sinkronizuar në mënyrë perfekte, jo vetëm përmes përzgjedhjes së veshjeve të tyre që plotësonin njëra tjetrën, por edhe në qëndrimin e tyre të sigurt dhe të afërt, që rrëfente një lidhje të fortë dhe harmonike. Ata u shfaqën si një çift i balancuar mes traditës dhe modernes, duke ruajtur një identitet të qartë, por gjithnjë në hap me kohën. Postimi Lola Haradinaj në Instagram mori një vëmendje të madhe nga ndjekësit, të cilët vërshuan me komente pozitive dhe komplimente. Fansa vlerësuan jo vetëm stilin e tyre të veçantë, por edhe në një energji pozitive që ata transmetojnë si çift. Shumë prej tyre e cilësuan fotografinë si një përfaqësim perfekt i elegancës dhe dashurisë. Në një kohë ku rrjetet sociale janë shndërruar në një platformë për të ndarë momente personale, por edhe për të frymëzuar të tjerat, Lola dhe Daud Haradinaj treguan se si një çift publik mund të portrojë klasë, stil dhe ndjeshmëri pa e humbur autenticitetin. Ky moment nga dasma familjare nuk ishte vetëm një kuptim i bukur i festës, por edhe një shembull i rafinuar i mënyrës se si dashuria dhe eleganca mund të shprehen përmes detajeve të vogla të kuluara me përkustim.